Një deklaratë surprizë nga Argentina ka rikthyer në qendrën e vëmendjes emrin e Lionel Mesit dhe natyrisht ato të Barcelonës. Gazetari i njohur i ESPN Argentina, Esteban Edul, ka zbuluar se Messi po e mendon seriozisht mundësinë për të luajtur në një klub tjetër për 6 muaj, pak para Kupës së Botës 2026. Sipas Edul, Messi dhe familja e tij i kanë thënë personalisht të premten se ai është duke shqyrtuar këtë ide. Vendimi për të qëndruar në Inter Miami ishte pothuajse i mbyllur, por tani gjithçka është pezulluar. Kontrata e tij ishte e rregullt për të qëndruar, por tani ajo është vënë në pritje, tha gazetari i Argjentinas. Por cilat janë opsionet reale për Messin? Esteban Edul përmendi dy emra: Newell's Old Boys, klubi i fëmijërisë së Messit, dhe Barcelona, klubi ku u bë legjend. Një rikthim te Barcelona, edhe vetëm për disa muaj, do të ishte një histori futbolli që askush nuk do donte ta humbte. Një përshëndetje e fundit përpara se të mbyllte karrierën me Argjentinën në Kupën e Botës 2026. Barcelona ka shprehur gjithmonë gatishmërinë për t'i hapur dyert e saj, dhe vetë Messi ka thënë se Camp Nou do të mbetet gjithmonë shtëpia e tij. Tani varet gjithçka nga forma fizike dhe vendimet familjare dhe natyrisht nga dëshira e vet Messit për të veshur edhe një herë fanellën blaugrana. Do të rikthehet Leo aty ku filloi gjithçka? Koha do të tregojë.